Ndërkohë që vazhdojnë ndeshjet e kampionatit kombëtar të mundjes për moshat, këtu pranë mikrofonit kam Dilaver Cufin, një ishmundës i njohur i Vllaznisë dhe aktualisht edhe sekretar i shoqatës të mundjes Vllaznia. Dilaver, emocione, ju është rikthyer dhe emocionet tuaja kur keni garuar ju. E vërtet, nga që emocione tepër të mëdha, për këtë bashkë jena të një këtë aktivitet të mundjes bashkë me 2 mjeshtat e mëdhej, Elias Gurin edhe Det Bregun, ata ndrejten në emrin të shoqatës të mundjes të veteranëve të mundjes të Vllaznisë Shkodrës. Falenderojmë Federatën e Mundjes që na solli pas shumë viteve na solli këtë aktivitet kaq të bukur ashtu. Edhe besoj se Vllaznia e Shkodrës edhe Shkodra e meriton një aktivitet të tillë për ashtu. Se është nostalgji e madhe edhe na thënë drejtën me kënaqësi po njeku këtë aktivitet edhe po shoh da sportista da talenta shumë të mirë që është edhe po stërviten me pasion e me dëshirë në drejtimin e trajnerit Altin Anza, që e ka me shumë qef edhe me shumë pasion, edhe shpresojmë bile po shoh da talent që janë taman e ardhme për mundjen shkodrane. Edhe është kënaqësi edhe për Shkodrën që po ashtu po zhvillan këtë aktivitet ku merr pjesë edhe një ndërgjegtar më të mirë të vendit Pal Marko, i Shkodran, një mundës veteran, një mundës kampion, mundës i ka dhënë shumë Vllaznisë Shkodrës edhe sot po në arbitrimit Shqipërisë po në tonin kësaj arbitrim. Është një arbitrat më të mirë të vendit. Mendoni që duhet të vazhdojnë garat kombëtare në Shkodër duke marrë parasysh përvojën pozitive të këtij momenti? Patjetër, të pa këtë aktivitet duhet të vazhdojnë nga ato që të vinë garat për të zhvilluar aktivitetet të mundjes sa më shumë në Shkodër, por ama kam i kërkesë si për federatën edhe ashtu edhe për bashkinë Shkodër për një palestër se këta të ri ka nevojë për një palestër që ku mu stërvit. Se aty ku stërviten sot për mendimin tim, unë kam shkuar shpesh herë bashkë me mjeshtin e madh Elias Guri dhe kena po atë palestër, nuk është palestër për me zhvillu stërvitje aty. Por edhe me atë gjithë ata vështirësi këta mund sa po stërviten edhe po japim rezultate shumë të mira sot në këtë aktivitet. Edhe i falenderoj shumë. Isha me Dilaver Cufin, një ishmundës i njohur i Vllaznisë së Shkodrës, sot në cilësinë e sekretarit të shoqatës së mundjes Vllaznias, ku së bashku me kryetarin e shoqatës ishmundesin kampion Elias Guri, por edhe kolegu tjetër Det Bregu po e ndjekin me shumë vëmendje këtë kampionat, duke rikthyer emocionet tuaja të viteve të mëparshme. Edhe do ta njekim deri në fund se të pa këtë aktivitet kaq të bukur e këta sportista kaq me dëshirë me pasion që stërviten dhe po zhvillojnë ndeshje sot në tapet, nuk bëhet më u largu për aktivitet deri në fund se të mbarojnë aktiviteti. Dilaver, falenderoj për intervistën dhe falenderoj shumë edhe për ju. Respekt për karrierën tuaj sportive.